Nish Targer, Britani, Francë. Është një ishull baticash në Rivière d'Etel, në Britani, Francë dhe madhësia i ndryshon në varësi të baticës dhe zbaticës. Në valën e lartë sipërfaqja kuret ndjeshëm deri në 25 metër. Ai ka një ndërtesë të vetme, të vogël mbi të, e cila është i pari më i spikatur. Ajo u ndërtua në 1894 dhe dikur ishte vendbanimi një kujdestari dhe familjes së tij që menaxhonte shtretërit e gocave të detit. Lumi Etel është i njohur për kultivimin e këtyre të fundit. Pavarësisht nga madhësia e tij, Nish Targer dhe shtëpia e tij simpatike janë bërë një imazh ikonik dhe shumë i fotografuar i Britanis, që shfaqet shpesh në kartolina dhe në literaturën turistike, pasi ai është më shumë se një ishull. Është një pikë referimi magjepsëse që mishëron sharmin dhe historinë detare të Britani.